Gjykata e lartë ka caktuar datën 15 shtator në orën 9:30 për shqyrtimin e masës së sigurisë arrest në burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Çështja rikthehet për shqyrtim pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila kërkoi që të argumentohet në mënyrë më të plotë përse ndaj Veliajt nuk mund të zbatohet një mas tjetër sigurie më e lehtë. Trupa gjykuese do të përballet me Sander Simoni në cilësinë e relatorit, si dhe me antarët Valbon Çekrezi dhe Genti Shala. Gjyqtarët Sokol Binaj dhe Albana Boksi janë tërhequr nga shqyrtimi i rekursit pasi kanë marrë pjesë në vendimarrje të mëparshme që lidhen me kërkesat e kryebashkiakut të Tiranës. Më herët nga çështja është tërhequr edhe gjyqtari Ilir Panda për shkak të një konflikti të mundshëm interesi. Gjykata kushtetuese vendosi me shumicë votash të rikthejë çështjen në gjykatën e lartë, duke kërkuar një arsyetim më të thelluar mbi proporcionalitetin e masës së arrestit në burg. Sipas vendimit, kolegji penal duhet të vlerësojë nëse kjo masë është proporcionale me statusin e Veliajt si personi zgjedhur dhe me funksionin e tij si kryebashkiak. Gjithashtu duhet të shqyrtohen pretendimet për cënimin e dinjitetit dhe të parimit të pezullimit të pafajësisë. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk sjell lirimin e menjëhershëm të Erjon Veliajt nga qelia. Ai detyron gjykatën e lartë të rishqyrtojë nëse masa arrest në burg është e përligjur, e argumentuar dhe proporcionale.